mbrëma të gjithë, dashur miq, jemi në një puntat speciale sot me një artist jashtëzakonshëm, i cili është një figurë ikonike e artit shqiptar, e skenës shqiptare, një regjisor, aktor, skenarist, artist multidimensional, cilin e falenderoj që është këtu me mu sot, Mr. Arjan Çuliqi. Jo, faleminderit dhe mirë se u gjej. Mirë se na erdhe, maestro. Është kënaqësi shumë e madhe. Edhe për mua. Për më tepër që ju nuk besoj se dini, po për ju që se dini, maestro nuk normalisht dihet që ka shumë oferta për të dhënë intervista ose për të qenë prezent në studio, sepse unë s'du ta quaj as intervistë këtë, sepse është më shumë bashkëbisedim edhe muhabet çunash. Por jam me fat që pranoj të vinte këtu në Garage Lock që të jepte intervistë për ne dhe që këtë dalë ti kaq të rrallë vendosit ta bënte këtu me ne. Faleminderit maestro. Faleminderit për ftesën, sa për ndjeni. Kjo është e vërtetë që unë nuk para pëlqej që të dal në për intervista se pse më thosh ti. Edhe ma ke bëu këtë pyetje disa herë dhe unë kam marrë se unë kam shumë respekt për ju edhe për kontributin që keni në muzikë dhe jam me të vërtet një lloj fansit i joti. Faleminderit shumë. Dhe kam kënaqësi që erdha, por unë intervistat i kam pak zet, duhet me thënë, ose i baj bisht shpesh miqve që më ftojnë, sepse nuk kam qef të flas. Se normalisht kur do me fol një artist për veprat e tija, normal që do të fillojnë të thojnë a do një ma për Belulin, se do të fillosh të fliç për sukseset tuja. Se unë nuk e di se ka një artist që thot, për shembull në rastin e një kineastit, që thot, kam bë disa filma dot, o zoti i madh, sa janë të ulurit njerëzit, ka që dopt i kam. S'kam lënë televizion pa shku, për mi të regu se ma dopta që bëj unë nuk bën kush. Pra, atër duhet të kalosh në një lloj morje, mendoj unë, që do të thush, kam bërë këtë filmin, këtë shoja, o mobilizume, ishte një kast aktorsh të mrekullueshëm. Do t'rregosh gjonat e bukura. Bile më erdhi një ofertë, me shumë lek. Lek, thonë. Po ne lam që për lek zë flasëm, maestro. Ke shumë drejt. Bëme me fjalë që e lam. Të mos flasim për lek gjatë gjithë bisedës, po a din se me herë si më shkan goja marr vetë lekë. E interesante, do të thonë që boll i nati kam lekt. Po, e kuptoj. Kuptimin e mirë i kam i nati. I kam kur është si puna e dhelbra dhe rusht. A që nati pas e lekët, maestro, sa si kapim dot? Ja, mira është. Na thame, mira është, mos më fol, paktën. Mos më fol se ka edhe që s'kan, si është? Ja, nga që është muaj i Ramazanit. E thame, mos përmendim kështu lekse. Ka dhe njerëz që s'kan marrë. Edhe nuk është mira unë e ti që të përmendim që ne që si përkasim kësa kategorie. Që na ka natë lek këtu. Maestro, që na kujtove lekët. Kemi lënë, kjo është e vërtet që tha maestro që kemi lënë që s'do flasim për lekët sot. Besojmë që rëshkiti qik tash, po e mbyllim këtë hesab me lekët. Sigurisht, flasim për gjana tjera shumë bukura që ka njeriu, se unë kam bërë shumë filma për raportet që ka njeriu me paran. Për shembull, para nga që edhe gjithë fajti ka paraja, që është Yp Gjigji, Burj Liu. Po, Yp Gjigji, po. Ke lekët e kishte me në doktori. Pra, dhe me thënë, janë këta në marrëdhëniet që paraja, se si e shpërfytëron njeriun. Njeriu gjithmonë përballë paras
sillet në mënyra të ndryshme, domethënë dhe pikërisht këta pjesë të shoqërisë duke u tjetërshu para janë bërë objekt i shumë subjekteve të filmave të mi. Po, e vërtet është. Dhe pikërisht këto tema kaq të dukshme dhe pikërisht këto tema kaq të ndjera për publikun mbajnë mua që t'i trajtoj herë mas herët për të nxjerrë ato karaktere, ato personazhe të cilat mesin në mendjen e publikut, dhe publiku përveç të qeshur si shkakton humori, i bën ata dhe të mendojnë, të reflektojnë, sepse pikërisht kjo është detyra dhe e artit. Me vërtet është, edhe unë kështu mendoj që arti pa mesazh nuk ka asnjë vlerë. Edhe ju e keni bërë mos miri në veprat e juaja. E faleminderit që e keni bërë faktikisht, sepse ato janë vepra që mbeten, njerëzit i shohin edhe mas kaq vitesh, edhe i shohin prapë, edhe ata që vinë të ri që nuk i kanë pasë brezat ndryshojnë. Edhe ata që janë brez i ri shohin diçka që është ndryshe nga ato që e kanë bombarduar median sot në Shqipëri dhe kuptojnë që pas edhe vepra që kanë ca mesazhe që e vlen t'i marrësh edhe t'i përvetësosh. Kjo është vërtet. Maestro, shkojmë thellë fare në fëmijërinë tënde? Përpara se fare. Pa kishe diçka. Para se thoja si mund të flasë një regjisor për punët e veta, për karrierën e vet. Dhe më kujtu disa personazhe, disa tipa kështu që i hasim në jetë. Edhe shpesh më kujtohet që më dhe më njek pak humori ose më njekun këta tipa dikur ulltoshe me tren. Se ku më ullti dikush përballë, e më thotë prej ka je? Për Shkodrët, i thoshe. Në amren Shkodra nga jashtë. Për që dukem katunari, i thoshe unë, për që në Shkodrë për? O mirë, a një filanin, më thote. Jo, i thote. Unë sigur i thoshe po. Edhe i më thote, e kam pas në burg. Ose e kena kaluat në burg. Jena knaqër. Burg, marë burg, pas lezet shpirtit. Burg si kam ba, unë thote, s'ka ba kërkosh. Shko pyt edhe filanin, po të thash se nuk e njaf. Pra, du të më thonë, pytim na, kena këtë që në burg, lavdrona që e kena kalu në bukur, në ushtri, edhe në përvim. Aty ku është sikleti më i madh. Po. Është burr, ka kalu një vështirësi në jetë dhe janë krenar për atë, tash më kuptoj. Po pse duhet më lavdru edhe në tren me një njerëz po njohur. Por janë personazhe surreal. Domethënë janë krejt të pa besueshëm, po t'ia thosh dikujt se këta në Ti nga këto lloj personazhesh ke has shumë në jetë, po thu? Ka rastit shpesh? Kam has apo situata më shumë? Ja. Si situata personazhet i krijon, domethënë. Ja, janë personazhe që njeriu i takon dhe varet se ça në vizon të këta njerëz, domethënë që ça të lajnë për shtypje. Ai robi në trend. Unë si veshgus, për shembull, dukem domethënë si veshgus i mirë, tham, unë kam pa për shembull që e ke vuriti që në çdo lagje, në çdo klub lagje të kështu, është njëri nga ata që mon galladin e tavolinës. E tavolinës. Mon shku, është gjithmonë një. Sikur i kanë caktuar në për lagje. Dhe i punsum. Po, është sikur është i punsum, edhe fillon çysh se vjen mjes, i thot dikujt për shembull, po pse ti me çadër? Aty është të rashi. Edhe tjerë çeshin, i fort. Se për çast, më thonë, ai tjetri vjen me çadër kur vjen shi. Thjesht nga që e tha ky me vend do të jetë gjë për çesh. Edhe i duket sikur ka humor ky. Dhe për çdo gjë, më thonë, ky e mon gjithmonë mohabetin, më thonë, dhe thujti qatë dush, e i thët për shembull, e fort, edhe fillon e qeshet vetë, edhe qeshen edhe këta tjerët, edhe thojnë, pa çfarë humorit ka ky. Mu shpesh më thojnë, pse se mon shënim, thojnë.
Thoj mu. Ma qënim këtë që Këtë tha po kjo. dallekur, po. I tha unë, s'ka gjë se e bojnë mend këtu. Këne i hy, këne i del përse direkt. Pra, në jetë njeriu takon lloj-lloj tipash. Jo, po mendoja për këtë trenit, këtë robin e trenit, si ky përveçse ishte krenar që kishim burg me këtë robin që ti se njihshe fare. Ky duhet të jetë krenar edhe për gjë tjetër që ka ngel kaq gjatë në memorien tate, domethënë. Që ti mas kaq vitesh dhe e ke përmend. Ktu mund të jetë krenaria e vërtetë aty të robit. Po, Që e ke taku 5 minuta në jetën tate dhe përmend sot. Po, ai besoj ndoshta edhe më mend inshallah gjallë. Inshallah Inshallah, s'është në shpresoj. burg tjetër që më shit mend në burg për burgun tjetër. Po shumë. Shokët e burgut i thotë ai burg që kanë bërë, ai pari ka kanë burg. Ky tashia, ky sa gjallë, ky sa burg gjallë. Oh. Ka personazhe sa të dush. Tani shkojmë çik aty ku thash fillim? Ke Te legu? Jo, te legu ja. e mbyllim, lek s'ka mo. Pa, Se pra. ka njerëz që s'kan tham. Ke fëmëria jote e hershme. Unë kam nis fëmijë kam qenë gitarist, kam nis me muzikë. Kam ra kitarës me filharmoninë e Shkodrës, me orkestrën e madhe të Shkodrës. Mend ka qenë E i fillu si muzikant me fjalë. po si muzikant. Dhe Interesante. ka qenë dirigent Ermir Krandja. Dhe më duke se ka ndajt janë 4-5 vjetë në Shkodër ai. Dhe ishe kënaqësi e madhe të ishe në orkestër. Unë ishe në gjitha 7 festivalet të fëmijëve i kam ra kitarës live, se në atë kohë festivalet të bashin Live, po live, normal. orkestër live dhe unë bishe kitarës Po e kishe shumë pasion apo thjesht elektrike. thjesht e fillove dhe po e vazhdoje Jo. inercisht. E kishe shumë me qef dhe ishe shumë mirë në gitarë, po kishe një shok i cili ishte një super talent, ishte i jashtëzakonshëm në gitarë, ishte fëmijë shumë i marë, i vdiq i ri edhe nuk jeton më. Ai ishte kitarist i rrallë, edhe belevojnë me mësuesi i gitarës, kur ishim në festival, ishte një pjesë solo, ishte pak e vështirë, e më thotë mu, Qoriq, je shumë i mirë në gitarë në solo, pa ti edhe më i mirë në bas. Ka për basin të biri. Se basin edhe, unë derë vonë kujtoj që se ai më zjedhë për më të mirin. A në fakt në bate dali që t'i bite ky tjetri. Le lirshëm gitarën. Po. Up crown. Po. Edhe, po kam kujtime shumë të bukura, sepse Shkodra është e muzikë, se Shkodra është e humorit. Në Shkodrë, dhe më thënë, linin talente. Dhe është kënaqësi për edhe sot e kësaj dite, për shembull, në univeri Shkodër janë shumë punojnë shumë për talentet e rinj, për fëmijët. I shërben artët. Fëmijët është, domethënë, është një punë e jashtëzakonshme. Prandaj në për këta konkurset që bëhen për ekranin, Po, talent show. talent show janë shkodrant janë shumë të mirë. Shkoda gjithmonë ka prodhuar. Mendon që ka të njëjtën prurje siç ka pas dikur në kohën tate, edhe Shkodra sot? Talentesh? Po, Vazhdon një njëjtë intensitet? po, vazhdon një njëjtë intensitet janë, sepse është edhe një punë e madhe, po janë po njerëz pasionant. Po çka kanë ndodhur në Shkodër që e ka marrë këtë dhe qytetet e tjera e kanë lçuar çik. Sepse në Shkodër vazhdon pasioni, nuk e kanë fort në intelekt. Kjo është e vërtet. Janë ata në këtë rast mund ta përmendshim. Apo do të kishe pas qef që me përmend dhe drejtoreshën e qendrës së fëmijëve, Kujtim Alia, e cila është një drejtuese tepër e aftë, tepër e pasionuese, është edhe vetë këngëtare edhe mësuese, edhe në ditë ndërtoi shumë marrëdhënie me fëmijët edhe në shumë shfaqje të bukura që kanë nxjerrë edhe shumë talente. Unë kam bë me ata fëmijë kam bë një musical Matildash në
Aha. Në musical më të bukur në botë. E ke bërë me fëmijët në Shkodër? Me fëmijët të Shkodër, edhe me teatrin e Gjeni, edhe ishte një punë e rrallë, edhe një kënaqësi e madhe, si për mua dhe si edhe për ata fëmijë që ishin jo vetëm këngëtar të mirë, po dhe balerinë të mirë. Pa kërcy kur. Po musical është i vështirë, patjetër, domethënë ti je fëmijë të bësh musical, nuk e pa gjë. Kur kena marrë për të bërë përzgjedhjen e këtyre fëmijëve për balet, edhe më tha Kozeta Bakiu ishte koreografe, edhe tha këta fëmijë çfarë janë, këngëtar. Këta që kanë më bukur se sa balerinë. Sepse ishin njëri më i mirë se tjetri. Talentu. Interesante. Po ti në kohën që ishe fëmijë dhe i bie gitarës në Shkodër, edhe basit. Po. Basit më shumë. Basit më shumë. E kishe menduar në atë periudhë që do devijoje paksa mrena artit, po e pjesa Jo, e kinematografisë, po them. jo tham drejtë nuk ka shkuar mendja, unë kam dashur shumë muzikë. Kush ka qenë ai që të zbuloi si talent në aktrin? Shkollë të mesme në vit të tretë, mësuesja e letërsisë, me zgjodhi mu të luja komedinë pas vdekjes. Unë kam qenë i mirë në letërsi, edhe ajo zgjodhi një fëmijë të mirë në letërsi, po jo se s'po zgjidhte për aktrimin. Madje ajo për s'kishte provu kurrë as. Mund të kishte recituar në gjë gjatë leximit të letërsisë. Meraku asaj ishte vetëm ti ishe mirë në letërsi. Po, kaq ishte dhënat e mia. Dhe kur doli Çfaqja, roli personazhi si ndërtova unë, doktor Alla Mullin, fitoi çmimin parë. Dhe në juri, kryetari i jurit ishte regjizori i famshëm Serafin Fango. Dhe ai të nesmen takoi babën tem që e kishim komshi edhe. Edhe i tha që kam pa djalin tanë të luajë dje. Po, që të luajë, kujtoj që të luajë futboll. Ose kishte kujtuar se të luajë mendsh. Po që ka luajë djali më tha. Të luajë në teatr, tha, ishte fantastik. Zjarr djali. Po ja më çfarë teatri. Bane aktor thot se Pra Serafin Fangu me fjalë. është i prerë për atë punë. Erdhi baba më tha në shtëpi, unë nuk kënaqa, baba ishte mërzit. Baba i mërzitur, unë i kënaqur që baba s'ka pas qep hiç më marrë me këtë punë, edhe thotë që marrë me mësimet që kishte qep o doktor, siç ishte vet. Baba doktor, baba. Dentist. Edhe ka marrë në Beograd tash në ata dentistat e parë të Shkodrës. Kanë qenë një dorë mirë dentista që edhe kishte se si ta pranonte faktin që çuni vet mund të bëte aktor. Dhe kishte një farë drejtet sepse po të kaloj me vite ma vonë të dalim të leku. Ne kena thënë që mos ta përmendim lekun edhe po shkon gjua ku dhe dhëmi. Si shkon gjua aty ku dhe dhëmi, çuditshme. Sepse ne kur kalon vite edhe sot që jena, dhe më thamë, unë ko thamon që kishte drejt baba dhe gjithë jeta jonë është fitova këtë projekt, sfitova këtë projekt, fitova këtë film, sfitova këtë film. Po kërkojmë sponsor, që puna e lekut, jo s'ne i dha sponsori, gjetë me 3 sponsor. E në fjet perit gjithë kurse, po, kurse, pra si edhe tamam si në provim. Kurse një doktor ose një s'kishe i farë sigurie për jetën nga ana financiare. Sigurisht, unë ishte që nuk e kishte fort me qef që unë të baja aktor, po noqa andren edhe ishe shumë kam ullë, shumë pasionante. Po nëna ishe doktor? Vazhdoj edhe kësaj dite, tham, inshallah bëhem regjisor. Inshallah, ta urojnë unë. Njanën e kam pas fanse. Po. Gjithmonë, do të thënë edhe po
pa një pjesë, kështu thoshin tjerë që më thonë që i thoshin koqia që kena parë janë më i miri është. I thotë nana, kota se kishte pa hiç. Ishte bindur, ishte zjarë fare. Pastaj ti ka një episod, domethënë në jetën tënde kur ti po bëhe gjatë kohës që ishe në shkollë të lartë, ti ishe dhe regjisor. Po. Çka pas një moment aty që po diskutojmë më parë. Më qenë regjisor i Pallatit Studenti për 4 vjet. Mas 4 vjet veç shkruajnë edhe gazetat për mua kështu. Më dha një emrim shumë i keq. Çfarë vitesh bëhet fjalë tash? Në 87. 87. Kur kam lindur. Shumë bukur. Edhe në atë kohë, pra, kur pas e lindi, më kanë emëruar në Puk. Po as në Puk, por në Fusharës. Bile as në Fusharës, por në qaftë me Ali, aty jepshin mësim, kursin e Fusharës ishte në bashim Çfaqe. Isha regjisor, kurse aty jepshin mësim. Edhe më i mend që javën e parë, ishte një fëmijë mbate si zhurmë, unë nxorra të trasa zez me najt me një kam. Si dënimit. I thash aty të rri. Në atë kohë erdhi shefi i kulturës, Bardhy Lysa, një shok i jemi, muzikant, dhe më tha, dhe erdhi, më thiri, dhe dolën në korridor, edhe po bisedoshin për një çfaqe që do të venim në skenë. Në atë kohë, unë isha harru të ba muhabet me këtë, e fëmija ishte Në i kamaj, edhe kur pa del një fëmijë tjetër të bërtit. Mësus, bardhoko në rej kam. Që spioni. Spioni vogël. I thash, mas tregom ma, i thash, tregove kësa herë, për punën e kams, mas tregom ma. E nuk e dija ka majtë fjallin. Se di qartë ardhmit ka pas e fëmijë. Po pasaj në kino studio si shkove, si e mbrave. Aty kam najtë 2 vjet në Fusharës dhe direkt mas Fusharës në kino studio? Po, mas Fusharës u hap një konkurs dhe u ba një kurs, ishte kursi i dytë pas universitar, 2 vjet, për regji filmit dhe shkova, e fitova konkursin dhe bana 2 vjet regji filmit, më ndaj 93-shin kam shku në televizionin shqiptar, ku mas një mujt kam nis Dashi pa abrirë. 93-shin, 93. Në ti sa kisha arë në RTS, direkt, po, 20 Dashi pa abrirë. 6 vjeç. 93 pa. Unë të ba filmin e parë. Ti të shku në klasë parë. 93-shin, prita, po, në vërtetës. Dhe... Të që do i bësh gjithë kohës logarit me mundi. Edhe ata janë kujtimit bukra, dhe janë shumë të shtira, sepse ta fillosh muajin e parë me film, vetëm unë e kam fillu për një lloj. Po pra se për atë desha me të shumë shpejt. Po tamam ajo shprehje e riu si veriu për një lloj budallekut kështu, si më kishte marrë mua, si më kishte hi vetja në xhep. Ishte euforik. Ishte shumë euforik si që erdha aty, unë kishe edhe një lloj përgatitet, por kishe marrë edhe një drejtor fotografie si Gavrasha Gjyseni, i cili e kishe si krahun e djathtë që do të ndihmonte. Po skenarin asaj kishe shkruajt skenarin kishe shkruajt, unë pa përpara dhe para se shkosh në RTS. Po. Ti sigur ta dije që do shkojnë në RTS, do publikojnë aty. Po prish në studio dhe shumica për nesh paga shumë dije ku do shkojnë, po. Në RTS. Dhe aty nisa punën për Dashin Brabir, fillon xhirimet, më i mend në për korridorit televizionit, kishe prej aty që ishin pak ma të vjetër aty dhe ju bate përshtypje që fillova unë ka që i ri direkt film. Edhe thoshin, po qa kyma, i në gjoshin në koridori, po qa kyma, Charlie Chaplina, edhe aktor, edhe skenarist, edhe regjisor. Unë me edhe mbate përshtypje, edhe mbite, keq ka i herë, i muqe me edhe në veti, thoshe, po, bashkë punën. Bile edhe njënin e kam paskapi, kam thonë që duro pak sa ta marroj, më ndaj më bënë vrejti, më bënë që dush, vesh më lenë sa ta marroj. Masi ta shofësh. Po.
Kanë menu rrezik do me kapë. Megjithatë, ai ky person që nuk kishte besim, u bë miku më i mushti jemi dhe më ka ndihmu. Edhe sot e kësaj dite. Kur i kërkoj në gjë, më ndihmon. Si histori filma, se kështu ndodh gjithmonë. Janë dy rivajë, pastaj bëhen shok, pastaj mbështesin njëri tjetrin. Kjo është kjo që po tregoj është krejtësisht e vërtetë. Po, pas e vjen dyshim. Po domethënë kështu happy ending me fund Po, bukur. po. Po sa e vështirë ishte të gjeroj atë, maestro. Jesh zakonisht e vështirë sepse Dashi Pablir ka edhe shumë skena, ka të ndryshme. Po, ka shumë skena se ka nëse e vën re aty është për shembull ka episode që jam me Paldo. Ka episode që pra është ndihmër. S'kishte shku mene. Po, ka ndru dhe stinën ndërkohë. Po. Ka ndru stinën se aty duket shumë bukur se më ndru stinë brenda një filmi është shumë bukur se po në fakt ajo ka shku 6 muaj për i hallit se grupi i xhirimit xhiroshin 3 ditë, mos 3 ditë më thoshin mu në ka dali variant privat me fitu disa kështu lek. Edhe ishin bëshin pauzë. Si do kanë gjuhat e leku. S'kemi që të bëjë. Edhe s'du mi përmend, po që ta thash ty që edhe vendos me nese, hajt. Pra të thash, s'kishe që mi thanë që ata kishin rogat vogla. Ju delte i variant për të fitu një ishin kapshin e një gjap, gjysë private. Jo, ishin kështu videoklipe, kështu. Po. Ishin fillu dhe videoklipet. Po, sa kishin fillu videoklipet. Edhe, si me thanë me një... Edhe u shtyte filmi her pas here, sepse s'ishte stafi me film. Po s'ishte stafi, se njëjtin staf kishe. Dhe më thënë, s'është se ishte planifikuar që të pushin gjithë stinët me i film. Thjesht, pa shumë ndodhi, për këty në arsyeve dhe kaq. Po, aja erdi, më halli, janë fuq gjitha stinët. Nga halli ka dalë bukur. E kam fillu në dimër, edhe e kam marru në vjesht. Pa e skena ikonike aty me Vasilaq Vangjelin, të madhin, të ndjerin, ke vdekja. Më shu i kureshtja, aty të shi keni qenë të pimë vërtet, se është shumë originale, duke sigur ju kanë morë nga tavolina dhe a dhe gjerojmë të një, ku të gjohë. Sigur ke morë ti vete nga tavolina, se ti ke qenë regjizori, po. Kjo është e bukur atë se, si të mos, Vasilaq Vangjeli është një aktor, se s'mund në gjohë që e thash është një aktor, sepse nuk mund të më ishte, se me të vërtet e kam dash shumë dhe që një aktor brillant, edhe aja është ba me uj. Bilet zotit shpis, i tha shumë që na mush me uj. Fjetë teke uj, ta kam raki të mirë, ma kam raki skrapari, i thash pësë na gjuhë gja rakia, se do na përgjirim, po përgjirim o të pini raki, dhe pëse pini uj, thash po më fyni mu, i shkriti për respekt. Po, i për respekt. Jam për i thame se filmi kështu bëhet e tjerë, dhe është lujt me uj, dhe aja loja ka që konkrete e basos edhe jo, të të dy dhe po, imagina që ka që bukur ka lujt vase edhe ka që i besushëm dhe i vërtet, sa që ka një moment që unë qeshem aty edhe kam ikë kështu, jam mrap ati sepse nuk e mojt asun, unë që e kishe shkrujt materialin, nuk e se mojt atë qeshunin. Do më thënë, kështu bast 100% me këto që flasë, do më thënë, aty ka pas pa tjetër alkohol, do më thënë, shumë interesante se si keni bom me uj, pa alkohol dhe aq original, do më thënë atë skenë. Këtë pyte në boshin vazhdimisht, i thoshin Vasu, thote Vasu, pysim regjizorin, thote dhe fitoshin bastin, edhe zotin e shpis në kishë mik, Vasu e kishte mik. Edhe tha, që më kanë ba këta mu, dhe më kanë tërpnu, se thoshin, uj. S'meshe rakin time. Se e pite Vasu e ujin, u do të më vu uj përshrin, dubel tjetër. Që t'ishte gota i soj. Gota një laj. Edhe thote, prap uj do një ju, thote, po uj përbohet, të thoshin. A i prisët, kështë rakit. Dhe është logike si nuk bëhet me pije. Nuk e bën kërkush, askun bëhet gjithmonë kur po të fillosh me konjak bëhet
me kështu me çaj me po. me ngjyrë, diçka të tillë si mu duk sigur është kështu, po jo si merret konjak. Ose Patjetër. ose raki, ose Logjikisht ashtu duhet të jetë se se logjikisht, do të thënë, duhet aktorit të shkojnë te i piri. po. Që po të jetë ashtu. Për pije po marrim një 3 pijaneca, po i japim me pi, po i bëjmë Po vë filmin. llum, edhe po i fusim në film. Ose çose ke rol budallet, shkojmë në rinë spital. Po. Ka nevojë me s'ka nevojë aktori. Po, E vërtetë. mesin aktor të pa punë. Po aty keni bo shumë dubla ke sken? Domethënë sa ka zgjat? Si periudhë. Duble normal, po aja për si ka zgjat shumë e pa ndërprer Xhirimet. punu 13 orë. 13 orë, vetëm atë skenën? Po. Vetëm një skenë, është 13 minuta. Po është shumë, se zakonisht është Mesatarisht 2 orë si minutë. norm është 2 minuta e gjys në ditë, e vlefshme. Aja është 13 minuta, është pa ndërprerje. Nuk e kena ndërprej me bë pak pushim me shku me hangër bukë. Kuptoj. Sepse kishim hadhen që mas naivën e atmosferë që ishte kriju, edhe tjertë kishin me qef, edhe grupi gjirime, thoshin, vazhdoj, sa është e bukur, e kështu, edhe për mu ishte edhe filmi i parë, unë doshe priqe vasën që atë ma përvote që ta vazhdojmë, edhe unë ishe gati ta vazhdoshe. Edhe kështu që kam kujtime shumë bukra, shumë ta. Geniale. Po ti vetë, domethënë, se ti s'ke lujtë, po kur i merr gjithë ato vite karrierë, ti e ke filluar me aktor, domethënë regjisor patjetër, po e ke filluar edhe duke aktruar vetë ke regjia jote, edhe në duket sikur do gjithë jetën, gjithë karrierën do bësh këtë gjë, ndërkohë ti vetëm aty ke aktruar dhe ke pirueta sa vene, 2 vene. Po, pirueta që është serial. Po, jo se s'kam pas shep me lujt, po... Pse vendose me lujt ka jo dhe vendose pas e mos lush më, përveç piruetës? Gjithmonë pra futet edhe vrulli rinor, do të thonë që je gjithë energji, nuk e përgjithësi te e para. Kurse te e dyta, më nëjë, fillova t'i thras mendes edhe fillova më nëjë të kujdese ma shumë, sepse ishte përgjithësi e madhe të bësh film. Mos kanë qenë mendimet tuja të këto që i kishe dilema me kokën tate, sepse publiku besoj ka tjetër përshtypje. Sigurisht. Do të çifte më shpesh. Gjithmonë kjo, këta ishin mendimet e mia dhe shpesh për shembull kur punoqe se s'du mi dhan emën, po kur punoqe te X film me një rol, me një aktor që ishte pak a shumë mosha e eme, dhe ishim të e punu në rolin, thotë, po këtë rolin të te ke shkru për veti. Pse ma dhe mu? Se kur pa punoshim rolin, po i pëlqejte... Po, e kuptoj. Edhe mënyra se si... Po, edhe... Por, ishin sepse nuk është e letë me ba film, edhe unë kam ba shumë, edhe nuk është e letë, të gjithë kanë ata vujtjet e veta, çdo film përveç kënaqësisë të madhe, por sinqerisht ka pas edhe momente shumë të vështira, sepse qoftë edhe ka puna para ras. Kemi që bëjmë aty të shkemësës. Ishte e vogël, ishin projekte me televizionin shqiptar. Si ka qenë të honoraret atëherë, për shembull, jam kurioz. Normale, po... Keni bënë lek moda, po... Thame, mas me i përmen se nikohet edhe nikon kesh edhe të publiku, se disa në mojnë për bosat mlaj. Po. Disa në mojnë për të marum krejt. Po sa asë njëna as tjetra. Njëna dikun që ka mesi. Dikun nga funi, po jo të marum krejt. Po jo të marum krejt. Sepse për mu gjithë këta punë që kam ba, mu m'japi një knasi, vërtet knasi të madhe, kur takoj njerës. Edhe ty për shembull, kur po ecë një mbosh me makinë, që më kujtove një 3-4 batutat filmave që unë i kisha harru. Po unë i di përmenç, dhe përveç me gjithë shoqënia ime, edhe gjithë brezi jon, nuk mund të vej dorën zjarr për brezneri, se s'di ç'a bëhet. Po brezi jon, domethënë, deri ke brezi jon, e ke sigurt që batutat e atij filmi, e shumë filmave të tjerë që kanë pasur mrapa, që njerëzit i njohin shumë mirë, janë batuta të pashmangshme të jetës përditshme.
kjo është e sigurt, edhe kjo s'është as për kompliment, po thjesht me të thonë realitetin. Kjo është Yp Gigi, ku dëgjon këto dashit për birë, po vdekje zirë 2 herë. Po. Domethënë e ke bo këtë pjesë, edhe ne të falenderu si brez, flas në emër të brezit tim, kështu që është pjesë e pandare e jetës tonë. Unë vërtet kam kënaqësi edhe Si ndihesh me vërtet kur ti përmenden, apo sigurisht mund të takojnë apo s'bëjmë përshtypje tash këtu kaq kohë që na kalu. Ja, është me shit mëndha për më thanë që mund të mbën përshtypje, mund bën përshtypje sa herë më takoj njerëz rrugës ose do në bën një foto, një gjë kështu. Kam një kënaqësi sepse është një punë tepër e mundimshme, me shumë pasion, edhe fal edhe aty në aktorëve, fal aty në teknikëve që kanë punuar me mua, që kanë punuar në kushte jo të favorshme, jo kushte Hollywoodit. Kushte Shqipnie. Kushte Shqipnie që çdo gjë, domethënë unë jam shumë mirënjohës atyne, të cilët unë që i kam drejtuar ata aktor, unë kam gjatë drejtimit që i kam bërë atyre, kam mësuar për tyre, kam mësuar herë disiplinën, kam mësuar që mos të gjykosh mi materialin, mi skenarin për shembull, kur unë i jepshin një skenar aty dhe thoshin cilin rol kam, këtë lexoshin, merrshin telefon me ata telefonet e dikushëm, dhe më thoshin na pëlqej shumë faleminderit kështu. Sot kur unë i jap një djalë të ri, i vajzë të re, një skenar, para se me mos skenarin të sa lek është ky roli, pra direkt kalon të lek. Dhe ti thua më mos e përmend lek. Tash do i përmendim 100 herë se është pjesë e pandashme e realitetit. Unë jam shumë mirënjohës aktorëve që kanë punuar me mua, të cilët jo vetëm që më janë bind, po nga ata unë kam mësuar shumë. Kam mësuar të jesh i thjeshtë, kam mësuar të punosh shumë, punosh me pasion. Nga ata kam marrë shumë për tyne. Dhe vërtet, që, si më thonë, që kanë qenë me fat që unë kam punu me ta. Se kjo puna jone është edhe pak me fat. Në njërë fatit, Gjermon, të talentumin, atë që punon, atë që kërkon, dhe më thënë, është që komplekse kjo, për mendimin tim, me gjitha të, kjo shpre edhe i herë tjetër modestin që ti ke. Gjithës jam kurios edhe herë, se du të kthejmë aty. Ka pas episod, më duket me edhe vlerësimin e lekut, ndryshimin e vlerës lekut, gjatë kohës ju boshe dashin pa brirë. Si ka qenë situata aty? Po, kena pas ba një kontrat me Vasillash Vangelin e Majmen, edhe me Monika Lubonjen, që rolet kryesore nashin nga 15.000 lek. 93, 15.000 lek. Po, në të kohë rroga ishte 20.000 lek. Rroga mujore. Po. Nuk u diskutuas leku, po ishte gjabë male që po banin Thjesht ideja që po bonin këtë gjonë, po, e bukur. Edhe në çdo ditë të thonë, do të thonë, si ta bëjmë këtë skenin, si ta bëjmë atë skenin. Ta pasionu mas projektit. Edhe kur ishim pushim, se i kishte ditë pushimi tonë që grupi xhirimit ikte dikon tjetër. Ishte të punu, po. Unë, Vase, Monika, tjerë, vazhdojshim të punu, të volinë, dhe ishte një kënaqësi e madhe. Interesante çfarë pasioni ka pas. Po. Dhe kur mas 6 muajve unë ndryshun, u ba, si me thonë, divizi rroga, kurse honorarit shkunë 10 fish. E i thash Vasës, keme marrë 150.000. Që i karë mos e talë, tha. Që 150.000 euro, që? Po që dollar, që ka qëtë? Lek, po me kënë dollar. Tash më më dhe që mos është hap thesi? Po t'ishin dollar, nuk t'ishe hap, mua bet lek sot, hiq. Po t'ishin dollar, s'u kishe hap telefonin dhe mu fare, në ardhë në sionë. Mua betin jo.
Jam ajo flitet për 150.000 lek në të kohë që ishte 5 rroga. Direkt, ndo, pam, honorari. Po. 7 I rroga. kapi, do më thënë, mes projektu i kapi rivlerësimi i lekut. Po. Ishe me fatë, me thonë. Pastaj është bo pak fresk sonde që është gjirum Shkodër, me sa me menu, në? Pastaj u gjiru pak presion dhe thash pa baj me shumicën Shkodran, se edhe aty janë Fadil Kojovsa, Ferdinand Po, që Radi, lua dhe kinezin, po, edhe Arabin. Arabin, Po. Ferdinandi, edhe aktor të Mirës aty mrekullueshëm. kanë luajt edhe miqtë e mi, që kanë qenë shumë të vegjël, Juli me Marion. Po, edhe janë fëmijët, po, Paulinit, po, edhe Zulias. po, Braçës, që po. është në emrin e po, filmit. ka kënë edhe Juli, dhe Milesh roli i parë i Julit. Po, e që edhe fëmijë bur. Po, shumë film i bukur, më pëlqej shumë, jashtë masa. More vesh, Ishte kanë sepse kap ishte- braçën flagrans. Ishte vetë koha, ashtu që ishin ma që ne si që mësu me ekonominë e tregut edhe kishin fillu njerëzit që ose ke, që me thonë, 2 shtëpia, 2 dhoma, Jemi me qera, Njërin- po ka qenë ajo koha, vërtet. ka qenë i kod dhe me kësë po bëna tregtar gjithë, Të pa shtëpi të huaj. po, edhe të ja pa sharrin tregtisë, Ta, fiks. ma shumë të dalë me humje se sa me fitore. Dhe këte filme kam bënë në Shkodër, Është një fakt Kurse- tjetër interesant që ti çdo film, po thuaj se çdo film i joti nuk është në Tiranë, është nëpër qytete të tjera. vetëm i pari ka qenë Vetëm Tiranë, Dashi pa brirë ka qenë Po. Tiranë. tjerë- Tash pra ne ika neti vetëm për këtë arsye që mos kishin nga me lut stafi si Po, është të puna. kishin as ku me lyt stafi, dhe kishin Kishin arrest, kontroll. punu, ishin me dieta, ishin në rregull, të thonë edhe kishin leverdime me punu sa ma shumë, që me kry sa ma parë. Do më thonë, jam në 30 ditë, 2 muj, po me në 30 ditëve, atë ishin caktu dietat edhe do të ktheshin. Kishte edhe produktivitet më të lartë, se kur je Patjetër, tash po gjithë gjithë kohë ishim bashkë. gjithë në hotel dhe punoshim ma mjesi deri në darkë vorë, shpesh kena punu deri në 12 natës, 1 natës. Më në mas gjirimeve u uqim e knoshim, unë paka shumë për çdo film të emin, kam nga një kongë që knoshim. Seriosisht. E çpikshit, domethënë krijoshit apo i ka? Jo, kongë nga më të nyshme. Po. Konga për shumë, haroje, haroje, ti dashur. po. Çfarë filmi? E një film me para nga qedhi. Këtë kishit domethënë kur u nisit në darkë mas xhirimeve, Po, kjo ishte e filloshim himni. me këtë kongën gjithmonë që jem. ishte kolona Ishte, zanore po. e eksperiencës. Dhe kam shumë kujtime, sepse Po si u prisin aty? punoshim shumë, për shembull, dhe ishim edhe të ri, dhe kishe për shembull dhe operatori zërit, një shok i jemi që sot është në Amerikë, cili po marrë shembull këtë, Agron Saliasi, i cili me ndihmonte shumë, për shembull, ai ishte operator zërit, në qofë se në momentin ishte 12 nas, ma i mend një herë të Bozhliu ishin, u do të mund rrut të 2 pjatat që ishin me bërzolla, mirë po Cekja dhe Aleku Predani ishin hangër bërzolla. Dhe kur kalume të S'kishte bërzolla, kur Plani kalu këtë tani tjetër. duen bërzollat, njësoj u do të më blej bërzollat për 12 nas, ku më shku, ky lete kallamin, Bumin, çfarë? Bumin. dhe oniste, pra kishim dy, Shkote me gjithë bërzollën, mes Po. natës. së të hajtë se gjajon, që e dion një vend, në për Durrës, gjajte e bitë, pra, dhe me thonë, aty nuk u merte vesh ceke në qoshim shpesh për me na siguru një shtëpi, që do të meshim me qira, U merr dhe Cekja, në rastin po, caktuar. në të cekja. Dhe shpia, nëse Interesant. mi dhanë në qira, në jepshin ata lek. Në knajësia. pashtë qira, që në Në vërtet si u priset në kështu bishin nëpër qytete? U priset. jashtëzakonisht mirë, jashtëzakonisht. Dhe më thonë, s'harroj kur, po të ky filmi të Bozhliu, s'harroj kur është një skenë me Mariana Kondin edhe Fadil Kojovsen,
kjo është lujt në një vil, ku i zoti vilës, ishte një bos, i bos edhe në shpirt. E në këtë shu, si më thanë, vend këtë katin e dytë. Dhe aty në katë dytë, të vazhdu të gjerimet ne, këta rrishin katë Sa ditë ja u laja atë? Apo dërsa të marrësh? 5 ditë. 5 ditë. I kështu më thanë ne. Po. Një gjumë njerëz që shkoshin vishin, ora 12 e natës, thash, pse ka shumë njerëz e kështu? Nuk në kishte thënë gjë, kur të nesmen pa me letrën shtyllët të zotit shtëpisë të babs këtij Zotit i cili shtëpisë, në kishte lëshu shtëpinë. Thamë, po pse s'na thënë? Po thë, po s'ka gjama ata që ai kishte dalë për spitalit i smur, domethënë kishte dalë për spitalit që s'kishte më shërim. Edhe Tha, me po vdek më si vdish të uqesh me ju, tha që ka një gjurmë të tuja. Pra, sa e rekord, domethënë, ka bërë shumë përshtypje dhe unë e kujtoj gjithmonë. Kjo është vërtet për të veçuar. Një respekt i jashtëzakonshëm, domethënë. Kur nuk ju ngacmoas në fatkeqësi, imagjino sa e mod ka qenë respekti. Se do të më na lënë me vazhdu punën qetë, siç na kishte premtuar, më thonë që deri Pa ju ngacmoi edhe emocionalisht, edhe me u vënë siklet ndoshta. Shumë interesante. Prandaj ka pas ka qenë një frym tjetër, domethënë që nuk e di, njerëzit kanë pas më pak lek. Prapë të kaloj të legun, tash e kam me konfliktacion. Jena dorëzu, që pjesën e parë të emisionit që 10 minuta e parë u dorëzum. Do flasim 100 herë për këtë punë. Ka pas më pak lek, po kanë pas më shumë zemër. Më shumë zemër. Është me të vërtet për të nënvizu ky fakt që njerëzit kanë qenë më të mirë. Ka qenë koha, pse ka qenë ashtu? Pse nuk janë sot? Çe ka po njerëz? Apo kanë diko teknologjia, ç'a po ndodh? Telefoni ku gjon largësia, se ti. Jo, thamë gjithmonë është ka të bajnë me atë që thamon që marrëdhëniet me paran. Dhe kjo i ka prish njerëzit. Do të thonë që dikush ka lakmi, që dikush fiton. Po mi me të fitoj, po pse do të ndikoj ke zemra? Apo e the që në fillim ti që ti ke bëu filmat që tregoj raportin se si ndryshon njeriu kur ka para dhe si transformohet. Po, unë do të thoshe për shembull që çaja më keq që mund të jetë është tek njeriu është korrupsioni shpirtëror. Ai është gjaja që unë e kam nënvizuar në disa filma këtë, shumë pesha grosime është përballë karrierës një njeri që i gati me shit një të lloj grup. vleret kërkon që të ngjis shkallët në një ministri, një dikaster. Dhe një gjithë nëpërmjet gruas. Po. Në rastin e këtij filmi. Dhe më keqja ose më bukur është që ky personazh nuk e din se pse ishte vlerësuar deri në atë kohë. Mendote se ka një merit. Po, kujtote se e kishte prej vetes. Pra këta janë personazhe që janë përhershëm në shoqërinë tonë, nëse vjen re edhe sot, për shembull që jena në këtë tranzicion si s'pa marrën kurrë ose stanacion 40 vjet. Thuj çat dush. Janë këta personazhe, janë këto personazhe që përcjellin negativizëm në shoqërinë tonë. Sepse ke edhe drejtuesa, ke këta njerëz, drejtojnë ty, drejtojnë një dikaster. I bëm dhe pushtetin e çik më negativ? Fakti që I petku i pushtetit? Për shembull si sigurisht pushteti i bën edhe më se ju duket vetë edhe më të zot. Është po i person, po i karakter, se shka si të nëshon, po pushteti janë nxjerrë
Ja zbulon. Po, I qerë maskën në Po, i farë qerë mënyrë. maskën. Nxjerrin fytyrën e vërtet. Kanë pastan edhe të moshmi që qose të me njoft tjetrin rriten në detyrë. Rritën detyrë, po. Shumë e bukur. Po. Dhe unë veri sot të thashe edhe herë si veshgus ose si këti zanatit që unë kam qef që humori përveç qeshërës të përcjellin edhe mendim të jetë reflektus. Prandaj besoj unë që një humor i madh me gjatë në memorit publikut. Ç'mendim ke për humorin që bëhet sot? Humori sot është nuk di që tham që po të tham me një fjalë që është dikum midis kësaj notet e asaj notet nuk jam gjendje ose nuk marrë guximin të analizoj, por përciptas mund të tham që nuk është e kollajt për të kritikuar kështu, po për shembull kur shohim Portokallin, ka shumë gjëra që më pëlqejnë, ka shumë materiale që janë bukura dhe është shumë i kollajt me thonë që kjo s'pëlqej, ajo s'pëlqej, që unë nuk jam prej atyre që futem të ata një listat e Po, vetëm çka kemi bën ne është e bukur dhe çdo gjë tjetër. Dhe tjerë nuk ashtu, sepse është shumë i vështirë të bësh humor javë për javë. Dhe unë do të dal prapë te paraja. Për shembull Xhelik, vetëm skenarista janë 30 vjet. Ashtu, ë? Po, imagjino çfarë pagesë që shkruajnë skeqet, kurse Portokalli jemi sa di unë shumicën i shkruajnë vetë aktorët. Pra, është një goxha mund i madh. Mund i madh. Dhe pagesa jo aq e madhe. Po se po punë 30 vetave që bën ata në Itali për shembull. Punë 30 vetave këtu e bën, po them 5 veta. 5 veta, po dhe është një punë e lodhshme, unë e kam provu vetë këtë, më thënë drejtën e kam provu vetë Alpazari, kur në ata 2 vjet e para. Ti je skenarist? Bash me në Grönlagen, kur vite e hanja që do të jepshim që të prandin bashim çfaqen. Të hanin u do të sjell materiale të reja. Ishte një stërmundim, një punë e lodhshme. Ajo ka bukurinë e vet, kur dalin gjëra të bukur, por si punë është shumë e lodhshme. Prandaj po them që edhe ata po i punë e bukur, mendo se do kohën e vet patjetër, apo mund dali edhe nga këto punët, thojza të shpejta. Jo, sigurisht ka dhe kështu, ka dhe nuk ka receta. Për shembull një skenar që ti ke shkruajtur për Elpazarin, po them, a mendon tash që ka kalu koha që po ta ribëje prap duke pas më shumë kohë, mund ta ribëje më mirë apo thjesht dele bulza e zhvillon dhe skeçat i bësh më shumë edhe më masi i rikthehesh në memorjes? Po jo, në varete në spektakle është materiale të shkurta, materiale që janë të kohës, janë të ditës, janë të aktualitetit, janë të aty për aty dhe nuk pret për të zhvillu materiale ose për të bërë më bukur. Aja është, po të lini një ide e bukur, një gjetje, aty marran edhe zhvillohet. Skani. Marran. Më mbjem keq shpesh për filmat që i bëhen me humor ose edhe filmat dramatik që i bëjnë sot. Në një anë vjen mirë që prollohen filma, qoftë edhe iniciativat lira, filma privat, por e shoh që kanë probleme me narracionin, kanë probleme me karakteret, kanë probleme me subjektin, kanë probleme me problemin që trajtojnë, me temen. Me tema. Kapin tema që janë tema, janë si muhabetet e tavolinë, si ndjojnë tavolinë një histori. Se janë të prekshme për masën. Dhe s'kanë mesazhe në fundit.
Kjo më vjen keq, sepse edhe puna me kamerat i kanë shumë të mira, ngjyrimet, cilësia, por mungon lana. Thelbi. Mungon thelbi, mungon skenari. Më vjen keq se shumë aktor që kemi ne aktor me emër, marrin pjesë në këta filma. Bile, unë s'po jep emrin, do takova një shok, i cili ishte marrë pjesë në një film, edhe i thash, për që bën fjala i filmi? Si të thamarë, në thë, me thënë drejtën, në lujta një 2 sekuenca aty, una ishte me marrë lekt. Su interesova shumë. Nuk u interesova. Për një profesionist ishte e pa falshme. Është kjo pra se do dalim prap ke legu, se këtu do dalim, ne s'kemi që të bëjmë. Edhe thame kot në duket, se në 4 fjali, ka dollë diko në legu. Po legu, pra se edhe këta ndoshta s'ka një stabilitet financiar dhe s'dun do shkojnë edhe po, se mendo këtë tjetër, për shumë sikur kishin stabilitet financiar, ose të ishin mirë nga ana financave, sa kollaj do i kishin me thonë jo 10 ofertave. Kupton? Edhe se këtu fillon e mbaron gjithë gjëja. Dhe për këtë arsye ndoshta detyrohen edhe të bëjnë gjëra që nuk i pëlqejnë as skenari, as fabula, as gjë, po shkojnë vetëm për paran. Edhe për skenare të cilat nuk kanë e farë mesazhi dhe duan vetëm të prekin sa më shumë masën e të jenë në një nivel me publikun. Dhe me qëra Allafi, tash duhet shkoj artit e publiku apo publiku të arti, dhe më dhe kështu pula vezën, veza pulën. Është e pa diskutueshme do të shkojnë publiku të arti. Pra arti do të jetë para pris i mendimit të publikut. Pra arti do të jetë më lart. Po kuptoj. Sepse nuk mund të jetë niveli i publikut. Dalim te ajo që thamë më përpara që janë këta pra një ti më thumu një histori, unë këte histori në kotë që më pëlqej këtu në Devolin, më marre e tjerë e bëj film. As nuk di ku do me dalë, as pse bëhet kjo film, pse si ndërtohet, si bëhet narracioni, si kompozohet, çfarë gjetjet, çfarë subjektit. Aja është filmi dhe çdo lloj artit lind nga një realitet i cili transplatohet tek krijuesi në një realitet artistik. Nuk null kështu që e kam dëgjuar për tejet edhe pa baj unë. Pra, e null në subkushencë. Kështë arti i vërtet. A e pendu njerë gjatë këtij rrugtimi në karrierën tate për rrugën që ke ndjek, edhe po të kthejmë mrapa do ndish në profesion tjetër? Apo jo, se çonë përmend kur? Jo, se kam çu kur në përmend edhe s'ke pasur dilema, kriza profesionale momentet caktuar të jetës? Pas shumë vështirësi në jetë për gjëra të tjera, po përballë karrierës, për shembull përballë kësaj pune që kam bë, nuk jam dorëzuar asnjëherë edhe unë kam kënaqësi dhe jam shumë i lumtur edhe shumë i kënaqur që unë kam bë këtë jetë. Këtë jetë të mundimshme, me këtë sakrifisa, me net pa gjumë, sepse është një punë shumë e vështirë për me bë humor. Patjetër. Duket shumë e këndshme, shumë e thjeshtë, shumë popullore, shumë po për të bërë humor është humorin e bëjnë vetëm njerëzit serioz. Me vërtet, e kam dëgjuar dhe unë këtë është mëse vërtet. Edhe flitet edhe për dramat që ka një komedian në kokën e vet, që tjetër gjë shpreh dhe tjetër gjë ka në shpirt, pra ato trazirat, ato dallgët që ka në veten e vet, për brenda që tjerët nuk i shohin. Po bile George Bernard Shaw thot humori lind nga tërheqja kurtelat
janë duke këputur, telet e drams, janë duke këputur, në vendosje ndodh humori. Të bukur. Para 3 vjetësh ke qenë dhe drejtor i teatrit Migjeni në Shkodër. Si është këtë drejtor liku? Ka lezetune që? Thash, ma në fund thash pa ba me herë drejtore dhe thash, po ju mladhe aty në aktorëve, aty në teknikëve. Faktikisht, unë kishe një knatësi të madhe që thash të tim në drejtimin e teatrit Migjeni, një teatr me një histori të madhe, humorit, një histori të madhe, tim teatrit Migjeni, një teatr me një histori të madhe. Dhe e prite me emocion me shumë emocion dhe me shumë knatësi, sepse unë qa po këshim marru një qfaqe, aty edhe unë kam ba shumë qfaqe, po s'kam punu kur në teatr Migjeni. Se i jashtëm po, kam ba shumë qfaqe, varjete, komedi, dhe bile dikur kur mora një emnimin puk, jam pas lut për me marrë, për shëroje, s'ju kam thanë për me marrë në teatr, për nuk morën. Dhe e kishe një lloj knatësie që ishe një herën të kontriboja për teatrin. Dhe ishte ky moment që si ke pas marrëdhënie me stafin. Bëhem me drejtori tyne. Ke ty s'ka ndodha ajo transformimi karakterial kur vishesh me pushtet. Absolutisht. Rast i përveçëm. Kam po të frym që kam punu me ta, po të njëjtën frym, domethënë që kur ishe regjisor, po të njëjtën frym kam pas, domethënë, misi, puna, punë. Unë s'kam nëshua se gjokë, bile ma shumë kam najt, ma shumë jam shëshnu me ta kur ishe drejtor, se sa kur kam qenë regjisor. Dhe sepse ata kanë për shembull një trup të shkëlqyer, se janë e vetmi qytet që ka trupin e baretes. Tjerët i kanë shkëri, nuk ekzistojnë. Dhimbshme është fakt kur e mendon. Aty është i vetmi qytet që bën festivalin e humorit vit për vit, festivalin marrëkombëtar të humorit. Edhe ishte kënaqësi me punu me ta. Kanë një teknik ma mirë në Shqipëni, është teknika e teatrit Migjeni, janë shumë të zot në anë profesionale dhe shumë. Sa vite ishe në këtë funksion? Sa vite qëndrove? 2 vjetë. 2 vjetë. Ti si drejtor, pas ke qenë shumë i mirë. Po ta kthejmë tash çik pllakën. Kur ke qenë rreth 30 vjet, ke ndruar një 7 drejtor. Si kanë qenë drejtorët me ty? Unë, thënë drejtën, me drejtorët s'kam pas shumë që marrëdhënie as afrimitet as shumë. Unë jam bëm mik me ta kur ata janë hek. Sa o hekshin, më kërkoshin takim mu. Thoshin, hajde pimi kafe. Po që më duhesh i thoshin? Ti si ma drejtor? Ti më duhesh kur ishe drejtor? Një atë kohë më duhesh mu. E më thoshin, kena dash me punu, ka pas një 2 projekte, bi t'i dhanë ty, se vitim ti mund t'i bashe. Po pse kush është justifikimi? Për në atë kohë s'kishim lekë. Që të mund si dhe të aty mua beti. Pa me gjithë atë kam pas drejtora që me të vërtet unë e kam kalu shumë mirë, që unë kam ba punën, kam paraqit projekte, kam fitu edhe dikur fitoshim me 3 projekte. Unë, Koqe de Vole, i madhi Koqe de Vole, Plumkulla. 3 të ndryshëm. Po. Për 3 projekte të ndryshme. Shpesh u jepshin për vitri. Po. Dhe unë gjithmonë synoshe që isha dhe pa më caktojnë datën 2 janar. Se 2 janar, pas e 2 janar njerëzit e kanë marrë në kujtes
në datën 3 delshin njerëzit në punë. 3-4 delshin në punë edhe kujtoshin këtë fundit. Edhe të fundit që kishin pa. Nuk kujtoshin atë datë 31. Interesante, strategji e lezetshme kjo. Po ishte i ri edhe pashin që strategji me për shkak me Coche d'Ivoire kam shkuar mirë, domethënë po pavarësisht se më thoj se ishim rival kështu, po unë e kam pas ill. Ka qenë vërtet një gjigant i humorit. Sa gjigant ka pas, unë kam edhe një dobësi shumë të madhe për këta mjeshtrat e varëtesë së Tiranës që di keqare që është mbyllur dhe as ka ndërmend të hapet më, sikurse e the edhe ti që vetëm Shkodra ka ngel dhe nuk e di pse, sepse njerëzit nëpër qytete kanë nevojë të kenë atë teatrin e tyre gjithkohës aktiv edhe këtë varietet, domethënë këtë teatrin e humorit. Gjithsesi koha kalon, ndryshojnë edhe situatat, transformohen edhe arti në vetvete transformohet, kështu që duhet kur na jepet rasti mund t'i themi dy fjalë, po nuk është se ndryshojmë dot gjë. Momentalisht ti po merresh me një dokumentar i cili flet për legjendën e futbollit Sulejman Demollarin. Si po shkon? Sulejman Demollari është një futbollist i jashtëzakonshëm, një legjendë, thoshe, por kjo ishte njohja e dytë e jam, domethënë një herë njihsha si futbollist, njihni ju, por si njëri mund po njoh nga dita në ditë gjatë xhirimeve që bëj me të dhe është shumë interesante, shumë modest, shumë me të vërtet një njeri, domethënë një personazh që ja vlen të bëhet një film për te. Për shembull, është cilësu para disa kohëve si futbollisti i huj më i mirë i gjitha kohëve në Romani. Ashtu, ha? Dhe këtë lajm ky s'e ka thënë kërkujt. E ka marrë për veti dhe as se ka qenë për media, as kërkujt. Kur i kanë thënë një dy shok. Po, s'e dim kërkosh. Kur i kanë thënë një dy shok kështu. Usul, po ti kishe dalë futbollisti më i mirë kështu. Ha, edhe hajde modesti, hajde. Po, është. Për te e normales. Është shumë interesante dhe besoj se të dalin një dokumentar shumë i bukur, shumë i... Në qa faze jeni të xhirimeve? Domethënë, sa përqind e punës është po? Më dhe 80%. Ka i 80%. Domethënë së shpejti do shohim. Ka xhirimin e Romani, aty ku ka pas edhe shkëlqimin e tij. Po. Është i vetmi futbollist me një shifër të jashtëzakonshme që është shit. Është shit, se më thonë, për kohën jashtëzakonisht shumë. Për një duhet këtë dokumentar që të marrin vesh akoma më shumë, se janë ca personazhe që kanë lënë gjurmë më shumë jashtë Shqipërisë kur kanë dalë, edhe shqiptarët s'din gjë, domethënë. Edhe është i vlefshëm si për kujtim në karrierës tij, po edhe për të marrë ca informacione që duhet i kishte marrë me kohë. Po pra, se siç ta thash edhe parë, domethënë që shpesh nëpër ekranet tona mungojnë modelet. Është shumë e rëndësishme kjo që sot, domethënë, merren me se s'do me kalu në banalitet, po vjen re sot për shembull si model merret apo puthja në Big Brother atë tjetrit, më thonë, është puthje e vërtetë apo s'është e vërtetë. Kjo për mua është shumë komike. Kur mund të merren shumë modele, për shembull, më kujtohet një herë në kohën e pandemisë, ishin dy vajza që kishin kalu me familje refugjat në Angli. Dhe kishin kalu nëpërmjet një makine, poshtë makinë, si shkaloshin. Peripeci të ndryshme, derisa kanë shkuar në Angli, atje kanë vazhduar 8 vjeçar në shkollën e mesme, shkollën e lartë për mjeksi, dhe njëna është në Oxford pedagoge, tjetra është në Cambridge. Po kjo është. Këta janë modele. Na i morën me vesh vetëm gjatë Covidit. Po. Në ekran. Po këta janë modele që mund të nxjerrin në ekran, që mund të merret shembull. Me vërtetë është. Domethënë ka i krizë morale
këtu në këto mediat shqiptare. Maestro, nuk e di çka ka ngel tjetër pa thonë që ti e ke me merak për mbyllje. Ka ngel gjë? Jo, mos shohin lekun, Po, shohin punën. do e mbyllshim prapë me lek. Përfundimisht gjua ka shku aty ku dhëmbi dhe këtë e vu të re një 20 herë gjatë këtij episodi. Maestro, shumë faleminderit që erdhe. Faleminderit që pranove të vish tuke ne dhe s'ke pranu, ndërkohë që s'ke pranu një 100 ftesa tjera. Ishin der për mu, flas në shumës gjithmonë sepse duket sikur Gentin e kam aty përballë, siç e dini Genti është në nxemje, së shpejti do futet informacion, do vi shumë shpejt. Prandaj flas në emër të të dyve. Kështu që falënderimet janë edhe nga Genti. Faleminderit për jush, të falem i ban Gentit dhe thuj që herën tjetër do të vi këtu dhe do të bëj podcastin me Gentin. Ti bën pushim. Dakor ti. Jam shumë dakord. Unë podcastin tim me ty e bona, kështu që ka punë Genti tash. Faleminderit gjithëve, do shimin në episodin e radhës.